subjektet politike të cilat përgarojnë në këto zgjedhje kanë një lloj ta quaj një farë monitorimi akoma më të fuqishëm sa i përket sjelljeve ndaj rivalëve të tyre politik. Duke përfshi lëvizjen vetëvendosin në këtë rast, e cila më shumë është e bëni një luftë speciale e hibride në kuadër të teknologjisë, e cila teknologji ja mundson faktikisht me një farë forme të informojë edhe elektoratin e vet, po njëkohësisht edhe të krijojë një farë lloj dezinformimi në kuadër të nivelit publik. Unë më shumë e kisha orientuar debatin se përket teknologjisë, sepse niveli propagandës, i cili niveli propagandës po sjell panik te qytetarët, i cili niveli propagandës po bën ndarje mes qytetarëve, realisht subjektet politike. Këtu kemi një sistem plural dhe demokrat ku gjitha partitë me rregull duhet të konkurrojnë me programe politike, jo me një fushat denigruese, ta quaj hibride, të cilën në veçantë